Ekonomia gjermane ka filluar nga dal, por sigur të këndellët, disa gjëra po zhvillohen në drejtim pozitiv. Eksporti është rritur vitin e kaluar pavarësisht krizave dhe tarifave amerikane, porosit në industri kanë shënuar në vitin 2025 një rritje befasisht të lartë, por edhe humbjet në 5 vitet e fundit kanë qenë vërtet shumë të mëdha. Institutet gjermane kanë llogaritur se humbjet e ekonomisë gjermane në 5 vitet e fundit kanë qenë rreth 940 miliard euro. E di që kjo nuk ka kur far lidhje me Kosovën, por sa për të kuptuar me kollaj, të them se humbjet e Gjermanisë për 5 vitet e fundit kanë qenë afërsisht sa 260 buxhete vjetore të Kosovës, është fjala për buxhetin e vitit të kaluar, pra, apo rreth 780 vjet remitenca zyrtare të diasporës. E kur jemi tek diaspora të them edhe këtë. Morgata ka thyer rekordin edhe vitin e kaluar me rreth 1.3 miliard euro të dërguara në vendinje. Ndërsa, një prej rrugëve më të mira dhe më të sigurta për dërgimin e parave në vendindje edhe gjatë vitit të kaluar, por edhe këtë vit është përmes sponsorit ton institucionet financiar IBAS. Ne që jetojmë jashtë mund të dërgojmë para pa kosto përmes institucionit IBAS nëse personi që jeton në Kosovë hap një llogari në këtë institucion dhe e merr paketen integra, remitenca apo premium. Hapjen e llogarisë duhet ta bëj pra personi që jeton në Kosovë, ndërsa ne mund të dërgojmë para nga llogaritë tona. E hapja është vërtet shumë e thjeshtë. E merrni celularin tuaj, shkoni në App Store, e gjeni IBAS dhe e shkarkoni aplikacionin. Kaq. IBAS ofron natyrisht edhe kredi, ofron edhe kartela me IBAN me të cilat mund të tërhiqen para dhe të paguhet gjithandej, por ofron edhe shërbime të tjera. Unë për vete e përdor këtë aplikacionin e ju nëse doni, nëse jeni të interesuar mund të shikoni këtë linkun poshtë që do ta gjeni dhe mund të gjeni edhe numrat e telefonit dhe ta shkarkoni. Por të kthehem tani tek gjendja ekonomike në Gjermani, sepse për të dërguar para, ne së pari natyrisht që duhet edhe të fitojmë ato. Ekonomia gjermane, siç e thash, vitin e kaluar ka shënuar një rritje të vogël pas 2 vite stagnacioni. E shenjat e fundit janë edhe më pozitive, të paktën parashikimet për këtë vit. Porosit në industri janë rritur për plot 7,8% në dhjetor, krahasuar me nëntorin, pra vetëm me një muaj. Por edhe në nëntor ka pasur një rritje të porosive prej rreth 5,7%. Në përgjithësi, në 4 muajt e fundit të vitit të kaluar ka pasur një rritje konstante të porosive në industri. Ndërkohë që vitin e kaluar është rritur pak edhe eksporti vjetor i Gjermanisë. E ju e dini që Gjermania është ndër vendet me eksportet më të mëdha. E më e mira është që rritja më e madhe e eksportit ka qenë pra në dhjetor të vitit 2025, pra vetëm para një muaji, që prap flet për një lloj këndellje të ngadalshme. Eksporti më së shumti është rritur në bilancin tregtar me vendet e Europës. Kështu thuhet pra në vëllimin vjetor. Kështu që eksporti gjatë vitit të kaluar ka qenë 1.570 miliard euro. E kjo është shënuar pavarësisht krizave të mëdha të 5 viteve të fundit, siç e thash në fillim. Për shembull, tarifat e Trumpit kanë shkaktuar një ulje të eksportit të mallrave gjermane në Amerikë me 9,3% në nivel vjetor, e megjithatë eksporti vjetor është rritur. E tarifat pra janë vetëm një prej shkaqeve pse ekonomia gjermane ka shënuar një humbje të vlerës në 5 vitet e fundit. Përveç tarifave, shumë keq kanë ndikuar natyrisht edhe pandemia korona, pastaj lufta në Ukrainë, raportet e vendosura me Rusinë, ndihma e Ukrainës e tjerë, sepse për këto shkaqe ekonomia gjermane ka shënuar pra humbje ekonomike në vlerë prej rreth 940 miliard euro në 5 vitet e kësaj dekade. Kështu ka vlerësuar Instituti Ekonomik Gjerman. Sipas këtyre llogaritjeve, kostot ekonomike të krizave kanë qenë më të larta se në të gjitha krizat e këtij shekulli, pra në 25 vitet e fundit. Ndaj edhe rimëkëmbja e fundit vërtet është një sinjal i mirë shprehje. Por mos ju lodh me shifra më shumë, humbjet pra janë të mëdha, por edhe shpresat janë edhe më të mëdha që kriza ngadalë por sigurt po te kalohet. Me kaq, ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe mirupafshim.